Miqtë Prizmës, Sali Berisha, njeriu I madh I 35 vjetëve demokracie dhe që nga pranimi I tij si antar I Partisë Punë Shqipërisë, vitin 1968, pra 22 viteve diktaturë, do të paraqitet në SPAK në orën 10 ditën e anë për çështjen e klubit Partizan. Keni parasysh atë ku ka përvetësuar për dhënën dhe vajzën e vet një pjesë të madhe të klubit Partizan dhe bile edhe të isha aeroportit të vjetër Tiranës, fushës aviacionit I quhesh atëherë. Është një nga ato aferat e vogla të Sali Berishës, thjesht për hesapet e familjes tij, me cilën do të shkoj si vaskja me një këmbë. Kurse fletthirrjen që është përhapur kudo në botë për 21 janarin ai ju thot mos e pranoni, mos e merrni këtij, mos ta marri grupi parlamentar, mos ta marri Partia Demokratike, mos ta marrin ke shkalla atij, ato që rinë roje ke shkalla. Ky e dëgjon, por nuk ka marrë fletthirrjen, ndërsa aty do të shkoj thon si vaskja me një këmbë, sepse përndryshe arrestojnë prapë çojnë ka 8. Sali Berisha ka të merr 21 janarin, të merr. Ai e di që është vdekja politike e tij. Është vdekja politike të cilën e ka paguar në 2013 dhe do ta paguajë gjatë gjithë jetës. Ai ka dhënë urdhër për të vrarë njerëz. Dhe këtë nuk është se SPAK-u ka nevojë që ta vërtetojë, megjithëse kanë dalë shumë elementë të ri dhe ka dëshmitar, ka dhe fjalë, ka dhe regjistrime, të cilat ai me anë të njerëzve, të cilët po paraqiten një pas një, përfshi, duke filluar nga Lulzim Basha, pupacin e tij që rriten maje kryeministrisë, majt kryeministrisë rrinte, dhe të gjithë pupacët e tjerë që fshin serverat, që morën poste, të gjithë tjerët do të kalojnë një për një në revistë. Sepse sigurisht kjo ngjarje duhet zbardhur. Janë I gjithë momenti I gardës, është ai Ndrea Prendi, të cilin thonë që e kanë rrahur në zyrë, e kanë nxirr në zyrë, është përdorimi I armëve, bile armëve dhe personale, njëra prej tyre është me trupin e Alex Nikës, është gjetur aty preda, dhe shumë element tjerë. Por një nga elementet është edhe ky që po transmetoj tash. Dëgjoj. Po preke gjën më të vogël, do jenë 5 sniper, 4 në 4 anë dhe unë nga dritare. Dhe në mënyrë absolute do goditet vetëm po se të shpoj plumbi. Për Zjarvenc, unë do të bëj atë që më takon me bë. Jo kryeministrinë, por një post policie më të lartë në Shqipëri po e preken, në mënyrë absolute nuk do kthehet në Tiranë I gjatë. E dëgjuat, kush nuk e ka dëgjuar për jush. Është një element I jashtëzakonshëm, ku Sali Berisha thot vetë që unë do të jem snajper I 5 dhe kush të hyj tentoj do të qellohet për ta eliminuar, për ta vrarë. Jo në kryeministri, por në çdo lloj poste policie. Do vritet. Dhe unë jam snajperist. Janë 4 dhe unë jam I 5. Dhe e di për çë por fliste. Që sigurisht ju e dini. Për kryetarin e opozitës. Nëse kryetari I opozitës do hynte, do tentonte të nesërmen që ndodhi, që të vinte aty ke kryeministria edhe një herë. Ky do ta qellonte si snajperist, domethënë ky do të ishte snajperist. Çfarë do më tepër se sa kaq SPAK-u? Për çfarë I duhet SPAK-ut më tepër se sa kaq? Sali Berisha në marrëzinë e tij të folklorikut, të shpellarit, të trimit të jashtëzakonshëm, bën trimin e jashtëzakonshëm, e pranon vetë që është ai që jep urdhra. Një regjistrime që I ka me urdhra të gardës. Po është ai që jep urdhra, thot unë jam snajper I 5. Janë 4 snajper, do të jenë 4 thot snajpera, dhe unë do të jem I 5. Do qellohesh për të vrarë. Dhe I kishte fjalën për shefin e opozitës sa kësaj kohe, Edi Rama. Ndërkohë kur erdhi në pushtet Edi Rama, realisht
ka pasuruar këto të Berisha's me leje ndërtimi dhe kanë marrë para sa kanë mundur. Na kanë futur në telashe ne me njëri tjetrin, si këtej populli poshtë vuan për këtë gjë. Në sajt një bastardë e kriminal siç është Sali Berisha. Por që në fundit në një makiavelizëm të shëmtuar të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës vetë, duke e parë që normalisht do të teprohet nga ana e tyre edhe në pushtetin me stërzgjatur se sigurisht. I stërzgjatur do të jetë pushteti kur opozitën e ka të stërzgjatur dhe të pllakosur Sali Berisha. Pra, është një shërbim i dyfisht, si me marrëveshje si pa marrëveshje. Sali Berisha arrin aty në opozitë dhe duke qëndruar në opozitë, i zgjat jetën e pushtetit Edi Ramës dhe ky e shpërblen edhe atë po edhe vetë sejmenet e tij me ato mundësitë që ka, me ato leje të ndërtimit, me ato gjërat që sigurisht i ka pushteti. Do thoni ju këto janë fjalë, përmendje fjalës, nuk e di si mund të them tash, Facebookizma tash ju mendojnë vetë. Firma e famshme e Kontaktit me atë Bektashit ka një super ndërtim të jashtëzakonshëm në Berat. Ka disa ndërtime tjera në Tiranë, edhe këto nuk jepen kot. Pra, ajo që po diskutohet është Kontakti 21 dhjetorit edhe njëkohësisht klubit Partizani, po vazhdojnë të jepen këto leje, dhe këto leje jepen po ati grumulli njerëzit, ku është edhe habi, ku është edhe ky Bektashi dhe ku janë njerëzit e Sali Berishës, nga furnizohet Sali Berisha me para. Pra, mos ta bëjmë edhe pushtetin kaq shumë të ndershëm, a kupton, pushtetin kaq shumë është liverdia e pushtetit të Edi Ramës, edhe ky është makiavelizëm, po e përsëris edhe një herë. Është një lloj, nuk e di si ta shpjegoj tash, sa herë flas për këtë temë, si më thanë, dhe shije të keqe, të jashtëzakonshme, se si ka mundësi që të shkoj puna. Po ja që shkon, politika e di këtë punë. Kështu i bën. Që të qëndroj sa më gjatë në pushtet, i duhet patjetër të ketë një njeri që ka vrarë me 21 janar, një njeri që ka vrarë me 15 mars të 2008-s në Gërdes, një njeri që ka shkatruar gjithë vendin, që ka vjedhur gjithë rrugën e Kombit, që ka bërë pa projekt, që mbaroi akuzon sot për vjedhje me tendera, ndërkohë kishte marrë gjithë paratë e rrugës Kombit, 1 miliard e 300 milionë, nuk kishte ndërtuar 8 ura. Nuk kishte shtruar rrugën, nuk kishte mbaruar punën akoma. Imagjino një njeriu të tillë tash, t'i vi pushteti edhe një herë se shnoll me një shoqëri. Kjo shoqëria është bindur. Shumica e kësaj shoqërie është bindur, nuk i jep pushtet atij, dhe sa më tepër ai të pllakosi opozitën, mos lejojë opozita tjera, bashkë me pushtetin që është sot, maxhorancën që është sot, aq më tepër ka ajo pushtetin e gjatë. Dhe kjo është e qartë, është shumë e qartë, jashtëzakonisht e qartë. Por Sali Berisha do të paraqitet dikur edhe për 21 janarin. Ai ka vrarë njerëzit. Dhe po i kthehem temës. Dëgjoni se çfarë thotë. Do të kisha vrarë. Unë do isha snajperi i 5. Tash kush e ndalon spakun t'i vej prangat snajperit 5? Kjo është pyetja. Kush e ndalon ligjërisht dhe praktikisht spakun që të marrë të pandehur snajperin e 5. Kjo është çështja. Të gjithë pushtetet e tjera janë kaq shumë të shëmtuara dhe kaq shumë politika të nuk e di, jo vetëm të shëmtuara, por edhe që ju vjen era me kilometra larg. Ama snajperi i 5 e ka pranuar vetë. Unë jam. Ky jam unë. Unë jam snajperi i 5. Dhe spaku nuk i bën akuzën e drejt për drejt, direkt e ti. Ti, snajperi i 5. Hajde pak, ne e pak llogari. Dhe nëse nuk vjen, dhe vi me të marrë me forcë. Të zgaravisim njësoj si atë të fortin e Çepanit, të cilët e zgaravitën në rrugë. Ashtu siç e meritonte në fakt. Për çfarë përtojnë? Pse nuk e bëjnë këtë punë edhe me njëri i cili e pranon vetë që është urdhërdhënësi, njeriu që do të vriste me 22 janar. Dakord miqtë e mi? Çfarë pret spaku?